Nëse më lejon, veç në fund, hoqës po du mi tregu, 1 minutë. Hoqë nderuam, ke dëgjuar ndoshta për një zog hudhud. Hudhud është pra në Koran, kam shkruar për të unë. Edhe unë e kom xhiru në Kosovë, Po. ja kom gjetë edhe folin, edhe jam tu e xhiru edhe këtë ditë. Veç tash të tregoj që nuk e di nëse ke di që e kemi edhe ne këtu ajo. Poshtë shtektar, kthehet prej kontinentit afrikan. Po, ka popza në Kosovë tash. Ti ekspert kësaj fushë për di që ka, edhe ajo është përmend në hadith, përmend në Koran, dhe unë kam folur për të. Profeti Sulejman apo? Po, dhe kam libër ke, nëse se ke lezu, e merr librin tim, si ja kam asë kam të dhënë kopje, edhe në surën Naml, kaptina e Bëbërrecit, Milingonës, këtë këtë tërgimi Milingonës, e pasajnë atë se këtë tërgimi Pupzës. Mashallah. E që është i veçantë, shumë i veçantë, dhe aty kuptohet se çfarë rolit më ka luqja e Pupë, që ka pa hajrin një ushtëri e plot, Krymi Sulejmanin, madje ka pa hajrin edhe ushtëria tjetër, një men atje në Krymi Belkisen, sepse kjo Pupza bo sebeb ku Belkisa pastaj ka kalu për paganizmit e bo muslimane, komplet në islam ka kalu me ushtërinë e vetë, dhe kjo pastaj martu me Sulejman pejgamberin e Zotit, edhe nga një mbretëresh e rëndëm, se shumë mbretëresha që kanë qenë, kanë mbet një grua e cila përmendet deri në kiamet. Kush e bë sebeb? Pupza bë sebeb. Allahu të nderoft. Hudhud. Për jetë por po mas sharon dikush. Allahu të Kështu që kam cek shumë gjana aty, ndoshta për vetëm diçka s'pak nga ana korrekte, s'ku të lezesh, janë gjana shumë interesante, nga se Korani përmend shumë shpenzë, në shumë insekte, edhe unë nalëm bukur gjatë, dhe kërkoj materiale dhe jashtë librave që flasin për komentin e jetëve që ne quajmë libra të fësirit, kërkoj zakonisht material për insekte, për gjallësa ku e përmend Kurani, dhe kam qef me studiu, me kuptu natyrën e tyne, pastaj arabët kanë shkruar libra të veçanta, veç për hajvan, veç për shtazë, për shpenzë, dhe kam lezu mjaftë, edhe çdo insekt që më ka ardhur në Koran, tash në Korani më ka thoni të komentu, apo shpenzë, apo shtazë, kthehemi edhe në ato librat, janë të vjetra, por megjithatë janë shumë të dobishme, dhe sheh se vërtet është një botë në veti, andaj Korani kushton rëndësi të madhe botës shtazore, shumë të madhe, dhe ka gjana sa të dush aty më përfitu, si ti dhe kolegët e tu që jeni të specializuar këtë fushë. Kështu që të elhamdulillah që të kena na, Zoti truj ty, e të nderoft, dhe është një fushë shumë e mirë, është një shërbim i shërbim natyrës, kuptim jo në shërbim Zotit, pa fjalë natyrës me rujt natyrën, sikur se kur themi shërbim fëmijëve me shërbim tjerëve, që është shërbim natyrës, në këtë rast të shpenzëve, shtazëve, ta njerëz ndoshta nuk ka shumë në Kosovë, dhe mendoj që duhet edhe shteti me përkra, sepse do të me pas njerëz të tillë që përkujdesen për botën shtazore, së është pasuni në veti. Pasuni e që në fakt edhe quhet pasuni shtetit aja. Për nga ana fetare është pasuni ku prej saj ka dobi shumë njerëzimi. Zotit një mëvë ty, e ta dhash të marën Allah, e të ndihmohet punë të hajrit. Faleminderit. Allah shpërblet, ta më jap nizën aty. Faleminderit, Zotit Allah shpërblet.